mendoj që nëse e përdor në atë piken që ja jep idenë tonë dhe e përdor për me ta kontrollu në fund esejen ose për me gjetë zbrastina, është në rregull, po nëse komplet e gjeneron një ese, është mashtrim se nuk është puna jote. Sot e pa tani bisedë me një studente që thash o sa mirë që emisioni o sot, ku më boni pak nervoz, se më kontaktoj me atë qas janë, a ka bursa për mjekësi. Edhe i thash në qëtë universitet ku për dënë të në Hungari, nuk ka. Edhe tha, ChatGPT më thët që ka. Thash, po për Kosovar, nuk ka. Tha, po thët që ka. Thash, po ka pas, po mu nuk ka. Do me thonë, po përdoret qeti, po nuk po përdoret sakt. Edhe kur po përdoret, nuk po përdoret që është duhet. Nuk po ja bojmë pyetjet e duhura, që me arë dherë të përgjigja e duhur. Edhe kjo po na krijon, mendoj, probleme në profesionet e gjithëve. Nderem? I dëgjova me shumë kujdes gjitha përgjigjet e zonjave më ta mora mendimin fot për shkak që për parësi kemi këto zonja në studiot mrekullueshme. Biseda rrjedhi nga krijimi i këngëve, i muzikës me inteligjencë artificiale deri te krijimi i eseve, një nivel që do duhej të përdorej kapaciteti intelektual për të shkruar, që po keq përdoret shumë. Unë po mendoj që rreziku i inteligjencës artificiale nuk është se makinat mendojnë, por se njerëzit ndalojnë së menduari dhe pasivizohen e pastaj gjithçka kërkojnë që të asistohet nga inteligjenca artificiale. Mendoj që njerëzit dhe inteligjenca artificiale kanë filluar një marrëdhënie interesante, po ecim bashkarisht me hapa shumë të shpejt dhe gjithmonë duke u ruajtur kush kujt po ja shkel këmbën, se në raste njëra tjetrës me patjetër. Jemi duke jetu në një kohë, në një botë, në një moment kur inteligjenca artificiale ka sjell një deformim total dhe gjithashtu ka sjell shumë favore nga më të ndryshmet. Një deformim nga informimi që bëhet përmes ChatGPT-s, që shumë shpesh është i çakorduar, është pikrisht dezinformues, sepse na çon në pista në cilat nuk do të duhej të shkonim, e deri tek arti dhe muzika. Imagjinoni, gjatë verës së vitit kaluar, kur të gjithë presin të egzaltohen nga hitet të vërteta, ne kemi pas në industrinë tonë një hit që kam bizotru gjithandej, hitin me titull Verën tjetër. Pra, praktikisht, inteligjenca artificiale është duke kriju një pasivizim, një mohim të vlerave të vërteta, që nga ato të informimit, shkrimit, e të tjera, deri tek ato të artit, muzikës, e mos flasim pastaj tek ky orientimi që na ka bërë që nuk e dim ku po fillon realiteti dhe ku po përfundon ai. Unë shumë shpesh jam totalisht i orientuar nga shumë video që më shfaqen gjithandej në rrjet, sepse nuk e di më cila është e vërtetë dhe cila jo. Tash është një e mirë që edhe video që po qarkullojnë aty poshtë po shënon, ne ka bërë në mënyrë automatike. E morëm nga një mendim prej secilit në studio, tani është koha që ta shohim një kronik të cilën e ka përgatitur